Kryetare, faleminderit shumë për fjalën, të nderuar deputet, të dashur qytetar. Shfrytëzoj rastin mas pari t'i falenderoj grupet parlamentare të secilës parti për mbështetjen e parim të këtij ligji jashtëzakonisht të rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe shëndetin dhe mirëqenien e tyre sociale. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që para jush deputet të nderuar dhe qytetar nderuar të spjegohem dhe të kërkoj falje për mos pjesëmarrjen time në diskutimet që janë bërë me ligjin e komisionin parlamentar, por sinqerisht atë besoj që mund ta vërtetoni edhe nga sekretaria e kuvendit, unë nuk kam qenë i ftuar. Dhe fakti që nuk kam qenë i ftuar, unë as nuk kam pas njoftim orën kur qysh tek dhe që duhet të vi, do me thënë ftesë për këtë diskutim, që jam plotësisht dakord me juve që diskutimet që do t'i kishim bërë mbrenda, sigurisht do t'kishim prodhuar edhe rezultat, edhe në kundërshtimet potenciale që kishim mujt mi pas njeri me tjetrin. Shfrytëzoj rastin vetëm për një sqarim edhe këtu për ky nuk është hera e parë që ky ligj vjen në Kuvendin e Republikës Kosovës. Siç e dini, në fundin e vitit 2024 ky ligj veç ka kaluar, po për shkaqe procedurale është kthyer nga gjykata kushtetuese. Ka pasur diskutime, konsultime paraprake dhe diskutime publike. Dhe në këtë fazë Ministria ka pranuar shumë komente nga zyra për planifikimin strategjik në zyrën e kryeministrit, nga Banka Botërore, nga UNHCR-ja, nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijeturave të torturës, nga Byroja Kosovare e Sigurimit, nga Asociacioni Spitaleve Private, nga Oda Ekonomike Amerikane, nga Shoqata e të Drejtat Pacientëve në Kosovë Prak, dhe janë riformuluar dispozitat juridike me atë kënë Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Financave. Do me thënë, nga fundi dhjetorit vitit, nga dhjetori vitit 2024, deri sot ka pas edhe mundësi të tjera diskutimesh dhe është diskutuar për këtë ligj. Por mbi të gjitha, edhe një herë më lejoni t'i falenderoj të gjitha grupet parlamentare për dhënien e pëlqimit për këtë ligj jashtëzakonisht të rëndësishëm, kurse ashtu siç kemi thënë, për dinamikën edhe për implementimin e tij, natyrisht se ne do të punojmë ditë e natë dhe natyrisht përgjegjësia do të na takojë neve, por jam shumë i sigurt që qytetarët shpejt do të bëhen me sigurime shëndetësore. Faleminderit shumë edhe një herë të gjithë deputetëve të pranishëm.